Gjykata kushtetuese në Kosovë ka mbajtur një qëndrim tashmë duke diktuar atë klasës politike. Por çfarë vijon më pas? Do të kemi mundësi që të zgjedhim një president gjatë këtyre ditëve apo do të shkojmë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme? Për këtë do të bashkëbisedoj me zotin Ardian Bajraktari. Zoti Bajraktari, përshëndes, faleminderit. Kënaqësi, përshëndetje edhe për ju dhe për shikuesit e televizionit tuaj. Në gjykimin tënd ka ndryshuar përqasje klasja politike për të gjetur një president të ri? Negociatat janë zhvilluar në klim të mirë, thot Kurti, po pa pasur konsensus në gjetjen e një emri për president. Me vendimin e gjykatës kushtetuese, çfarë ndryshon në gjykimin tënd? Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, në fakt deputetëve ju dha një mundësi shtesë prej 34 ditësh në drejtim të përmbushjes të drejtës së tyre që sipas kushtetutës kanë në afat prej 60 ditësh për faktin se morin në konsideratë si rrethon objektive gjykata kushtetuese faktin që kuvendi legjislatura 10 është konstituar me datë 11 shkurt, prandaj e kishte të pamundur realizimin e këtij detyrimi për ta zgjedhur presidentin brenda afatit, prandaj e dha një mundësi shtesë që ishte një solucion i mirë konform rrethanave që në një farë forme i kënaqi le të thosha të gjitha palët. Dhe për aq kohë sa ka një mundësi teorike, gjasat edhe mund të jenë mirë, po me bazë të diskursit që aktualisht mbizotron në skenën politike, në raport me këtë proces, vështirë se mund të besohet që mund të kemi një president konsensual, sepse deri në këtë kohë klasa politike ka dështu të ofroj një kandidat të tillë, gjë që në bindjen time natyrisht që është jashtëzakonisht shqetësuese, e që zgjedhjet po duket se do të jenë të pashmangshme, mirë po shqetësimi më i madh se sa kaq është se a do të jenë zgjedhjet edhe në rast se eventualisht bahen me këtë çështje polarizuese që ka skena politike në drejtim të sigurimit të një kandidati konsensual, sepse siç dihet për zgjedhjen e presidentit të vendit nevojiten numri 2 të 3 të votave përkatësisht të sosht, e që me këtë çështje pra të skenës politike bukur problematike me gjetë një të tillë. E thatë shumë bukur në fakt, do të jenë zgjedhjet. Me këtë çështje vështirë se do të mund të arrihen, sepse një subjekt politik, në këtë rast lëvizja vetëvendosje, synon numër më të madh të votave së bashku me aleatët dhe mbase edhe me komunitetet jo shumicë të siguroj afër 80 votave gjë që në praktik besoj që është e pamundur, ose eventualisht e njëjta në rast se do të bie kushtimisht me thonë nër numrin 40 vota në mënyrë që oponenca ose pala tjetër të ketë mundësi të sigurojë një shumicë. Mirë po kjo në bindjen time është edhe varianti i parë dhe i dytë është jo i mirë, sepse në instancë të fundit presidenti i vendit duhet të dalë nga një proces konsultimesh, nga një proces diskutimi edhe i cili për të reflektuar në raport me detyrat dhe përgjegjësitë që ka, duhet me qenë mbi palët, mbi subjektet politike dhe për ta përfaqësuar unitetin e popullit, për çka në fakt besoj që këtë mundësi e kishte, le të thosha teorike klasa politike, mirë po synimi për ta marrë njëra palë gjithë pushtetin dhe në base edhe të tjerët ndonë se nuk e kanë thënë në mënyrë shprehimore, mirë por një forme kanë nënkuptohet edhe Partia Demokratike, por edhe Lidhja Demokratike që e dëshirojnë këtë pozicion për subjektet e tyre. Besoj që kjo e bën të pamundur gjetjen e një kandidati i cili, siç e thash, do të duhet të ishte për te i palëve, për te i subjekteve politike dhe do ta ushtronte detyrën dhe përgjegjësinë konform përgjegjësive kushtetuese që i ka. Po, qartë. Zoti Bajraktari, nëse do t'i qëndrojmë analizës tuaj edhe do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, unë doja t'ju pyesja çfarë ndodh me fatin politik të zonjës Vjosa Osmani. A ka gjasa që ajo të tentojë sërish që të ketë një mandat të dytë si presidente e vendit, apo do të ketë një subjekt të saj, do të futet në garë, do të jetë rivale e kryeministrit Kurti? Si e shikon të ardhmen politike të zonjës Osmani? Nëse shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme.